Presidenti Trump ka bërë qartë vendeve të BE-s, NATO-s që nëse nuk i vendosin 100% sanksione sanksione ekonomike Kinës, atëherë nuk do të mund ndalet kjo luftë sepse Rusia do të mund ta mirëmbajë veten ekonomikisht edhe për një kohë të gjatë. Gjithashtu duke u bazuar në dhënat e ASK-s, del që do thotë importi me botën jashtë, me importin më të madh Kosova, do të këmbimin tregtar prej mallrave të jashtme ka pikërisht nga Kina, më pastaj vjen nga Turqia, ndërkohë vëllimin tregtar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka totalisht të papërfillshëm. Ka qenë do thotë një metaforë që në mbase Kosova duhet ta mendojë strategjikisht të bëhet e para prej vendeve evropiane që ta çojë sinjalin me SBA që është në një linjë gjeopolitike me ju që pa kufizimin e Kinës, gjë që Serbia nuk do të ishte në gjendje ta bënte. Këtë do thotë është një fakt për shkak të intensifikimit shumë të madh që i kanë raportet ekonomike politike Serbia me Kinën. Mbase kam kalkuluar që mund të jetë një përfitim momental gjeopolitik i Kosovës në përballë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Rusia ka dy leva me të cilat e ushtron ndikimin e saj, është lufta hibride njëra anë dhe burimet e saj energjetike. Nuk ka kapacitete të tjera që kanë vendet perëndimore. Pra do të them mbi këto dy leva kryesisht dhe nëse ti ja mirëmban njërin prej këtyre, do të lufta hibride dihet do të krijimi i percepcionit negativ mbi institucionet demokratike në botën perëndimore, shtimi i zhgënjimit qytetar mbi demokracinë e tjera, do të